Po fillimisht na kena fillu pak vonë me vanes me pregaditje fizike të ekipës. Dikon 2 javë para fillimit kampionatit. Kena arrit me bo servitje ta me që dohet, edhe kena arrit këtë sukses, po falë futbolistëve, normal edhe ndim si tem që është Edi Azrolla që zhëndesa ato shumë. Kena arrit me pas një sukses në ndeshje ku i kena vetëm 2 barazime tjera fitore, edhe besoj që edhe këtë seri kena më mënu me vazhdu në ndeshjet e ardhshme që lujna këtë premte me Kosovën vëre. Po, qa ndodhi që për komplet u ndryshu situata, sepse fillimi sezonës, me atë që sa kom një uri, nuk ka qenë më i mirë i mundshëm, dhe ndoshta ka qenë rrezik që ky klub edhe të binte edhe më poshtë në ligën e dytë, por a ishte eksperjenca yte, a ishte qetësia që po ja jep tash lojtarëve, flasim edhe pak për lojtarët, janë të rinj në moshë, janë në shkollë, janë akademi e këtij klubi apo janë të ardhur nga klube tjera? Pikërisht e ekipa janë dykon 3 lojtarë me provoj që janë. Vitin e lindjes e ka 95, 99, 2001, tjertë janë këtë 3, 2004, 2005, ku shumica atyve qyshe potencove të që kanë kalu për shkollës futbolit, pikërisht i kom pas edhe të unë anomojqat lejtarë, janë viti lindje 2005-2006, ku bashkarisht me ta që shtash ma heret kanë arrit me gjithë qelësën e suksesit për këtë fitore dhe për këtë sukses që e ka klubi. Po, të pjesa jam si trajner tash dhe me thonë që e kom fillu. Normal që u konë e fështirë, u konë pak problem kër e kom lanë futbolin, pak se ndjenja është ndryshe për trajnerit lejtarë. U konë lejtarë është shumë a letë. Shumë e letë se so trajnerët? Po, normal, e kuptohet. Edhe më kanë ndimu shumë ta ma herët që e kom pas si trajneri unë në mëjqal, edhe kena kalu mirë. Definitivisht. E përmendet tash, këto nëse që kemi ne që 20 vite futbolist, ndoshta janë bërë pak më shumë në sof, nuk e dim sakt, po aty ndoshta duhet jetë. Momentet më të mira, më të vështira si një futbolist e futbolit vendore, dim qofshin problemet financiare, qofshin infrastrukturore, asnjëra prej tyre me gjas jo vetëm ty, si personazh i kësaj dite, por edhe qindra futbolistë të tjerë nuk arrit me i dëmtu ose me u dorëzu ata që kanë vazhdu punën e tyre, ndonë se kanë pas nevojë ndoshta edhe për një fush pak më të mirë, edhe për një pak më të mirë, edhe shumë çka tjetër, por përsëri është gjetë vullneti. Ka e gjeni këtë vullnet krejt ju futbolistët, ish futbolistët në fakt tash? Besoj që futbol është, unë shpesh ere potencial dhe kështu kur të bojmë laf me shoqni, është pak si smundje kështu, nuk është që e menon shumë parën, menon ma shumë për me lujtë, më knash, normal me pas në sport më nësh me fitu shumë shok, po në mrena via fushët dina ka nërë me dole për vete si sportista që në konë, edhe si trajner tash, po ato i mesin mrena via fushës, edhe s'kam diska tjetër për pjesën e kësojna. Po deshta me potencu edhe një sen, që nuk e kom bo ma herët në misione tjera, pikërisht e të deshta me më ndërlidh. Unë me Kosovën që 20 vite ma shumë. Kom arrit për Ligës 2 të futën Ligë Parë, për Ligës Parë të futën Super Ligë, por njëkësisht unë ka ndodhë edhe kondër ta që për Super Ligë në Ligë Parë, për Ligës Parë në Ligë 2, tash jam bo trajner të ekipa parë, gjusëm sinorin e 2. A mund tjetë kë një sinjal, një ogurë që prej Ligës 2, tash dal nga dal në shumë Ligë të parë dhe për Ligës Parë në Super Ligë, si trajner tash, ju si lojtarë? Po, besoj që në qëse kena për krajën e kryesisë të klubit, besoj që kena më rritë shumë shpejt, si që tash veç kena fillu me pas do sukseset të vëgla, nuk janë ku me ditë sa të mëdha, po besoj që do të me punu shumë fort, si pjesën e trajnerit, si pjesën e punës me lejtarë, me bisedu, me pas të në kohën kontrol, edhe besoj që në futbol pa pas disiplin, nuk më nëshme pas as sukses si trajner ose si lejtar. Cili mund tjetë momenti më i mirë i Nasuf Berishës gjatë krejt karierës ti 2 dekada, 20 vjeçare? Thash, karjeri më i mirë, për mëne karjera më i mirë jamja është kur jemi futur në Super League, për Ligës Parë. Edhe kur jena fut për Ligës 2 të konë Ligë Parë, po tjetër emocion është për më fund Super League.
Edhe dëshpërimi më i madh kanë kur janë ardhur për Ligës parë, Ligë 2, kur janë kanë lojtar të lutë. Po. Ka shumë probleme sporti, futbolli vendor sipas teje. Edhe a munden me u zgjidh lebrën, ndoshta munden me u zgjidh, sepse tash ekziston edhe ligji i sponsorizimit, ekziston goxha disa favore ekstra që munden me mbajt një klub gjallë, cili do të qoftë ai, por nuk e di cili mekanizëm është duke dështuar. Unë besoj që do të më kanë një filozofi e klubit pej të njësë pej drejtorëve sportive, presidentit e keve, që do të më kanë tamam njerëz që janë të sportit edhe njohin mirë sportin, që shë potenciove të për mes ligjit sponsorizimit tash është shumë ma letë që gjë këtë ligjin e sponsorizimit, për shembull Shqipëria nuk e ka, na kem fat që e kem, edhe shumë letë më nësh me pas të pjesa e financave, me pas sa do pak me pas mesatare për me bjetu për shembull Superligë ose me kanë me një edhe Evropën edhe Konferencë Ligë. A ka brum të talentve, sepse besoj që shumica e shikuesve e din këtë gjë që Ilir Krasniqi, lojtari i përfaqësuesës Kosovës, i cili ka nisë karrierën në fushë Kosovë, ka pas lëvizje, ka shkuar edhe deri te Klopi, a ka brum tash për përfaqësuesin e Kosovës, për gjeneratat e reja të Kosovës? Besoj që jo veç shkolla e futbollit fushë Kosovës, por gjitha shkollat që punojnë në Kosovë kanë brum për një pru lejtar kombëtarës Kosovës, edhe besoj që në të ardhmen kanë me provë shumë, po sidomos edhe në klubin e fushë Kosovës, tash shkollën e futbollit, kemi shumë talent mirë, që cilët besoj që në të ardhmen të afërt kanë me arrit me mri majët e futbollit në Evropë. Ti si trajnera, jetu i përkërat gjeneratat e reja, përmenet që janë vitit 2004, disa prej tyre, 2005-2006, do të janë gjenerata goxha të reja, janë të shkollës? Thash, dikun 80% e ekipës janë që nuk kam pas ku me ditë sa minuta ma herë në ekipar. Ja është hera parë për shembull këtë gjysmë stinor që kom fillu, i kom shtin në loj, edhe kanë minuta, kanë bërë pjekurika gjatë madhe. Ndeshje normal që vjen prevoj aty, se pa lujta e s'mënët me bërë prevoj, veç mënët me met një talent, dhe mënët me met rrugë, kur gjë tjetër. Tjetër, mënët për shembull edhe te pjesa e talentëve që tash na në ekipar për momentin, e kena një portier i Una Numajqav, do më thonë që e ka kry shkollën të na, është 2007, është Genar Gjakupi edhe ai është 2007 që e ka kry shkollën, janë përfshirë që tash 3 lojtë e fundit në ekipar të cilët kanë gjetë minuta dhe i kom përkra, edhe mundona me përkra në stop, po një kasë të shkollën e lirë kur kanë loj kampionale, se u 17, Una Numajqav, me nëna me dalë me shiku, me këqyra, kanë talent, kanë potencial për me afru në ekipar, për me lujtë, për të ardhmen, për fushë Kosovën, për normal edhe për dikon e ekip matë madhë që është në Evropë. Nëse mundi me bo një krahasim pe Superligës, qysh është me shku të ura në ligën e parë, në ligën e dytë, sa është vështirë, kushtet, atmosfera, stadiumet, terenet që besa, mentaliteti edhe i tifozëve dhe njerëzve për rreth aty? Te pjesa e Superligës, kërë janë kanë, na e din shumë mirë opinioni që janë kanë lejtarë të lujtë, kapiten, kemi lujtë që vendas në stadionin e Ulpianës. Ulpianit, po. Edhe normal është e vështirë me lujtë gjithë musafir këna, se në lujtë vendas kur. Edhe kanë shumë probleme pas një sukses, po normal që tjera të vinë pjesa e financave, gjithë shka tjera, që s'kena mujtë me pas ta më në qështë duhet për me arrit për me mbjetu në Superligë. Po Superliga me ligë parë, për shembull, është dallim shumë i madh. Dikush mënet me thonë, ja, s'ka ku me disa dallim, po unë menej që ku më arrit me lujtë edhe çdo ditë thuje dhe çdo vikend shkoj këqyri lujtë Superligës, ligës parë, po kur ti je pe tribuna normal që duket e ngjajshme, po kur ti je me fushë është diçka tjetër. A mund tjetë e përbashkët Liga e parë me Ligën e dytë, a mund të kenë dallime edhe ato? Se Liga e dytë me Superligë për dim që kanë dallime, pa dyshim. Edhe te Liga e dytë edhe Liga e parë normal që ka dallime, një që thash për Superliga, edhe te Liga e parë me dytën ka dallime,
po kisha deri veç pak me ashtu të ligës 2, për shembull, na kena arrit 2021-2022 mos ka bërë shoku ja kon ligë 2 me vite s'pedi sakt. O kon liga më e dobët e ligës 2, po që tash për shembull është bajegi këgja ligë e mirë. Do thotë është rrit standardi i futbollit. Rrit standardit, besoj që rritja standardit që bën ligë 2 është edhe që janë çdo ditë, për shembull të bë trajnera të ri, po punojnë, po kanë qef me punu edhe kanë qef se cilë sukses me pasu edhe me më rri sa manat që mundet si trajner, po normal që ekip. Mirë, edhe njerë për fund. Kër e ke marrë timonjerin që thojnë gazetarët e sportit, të klubit, të senjorëve të Fushë Kosovës, në cilin vend ka qenë ky klub edhe sot në cilin vend është? Ne kemi qenë në vendin e 11, me pik njëjtë, mos ka bërë jena konë me një ekip. Dhe këna rritë është në vendin e 5, ku një pik në i vendin e 4. I kemi edhe 5 në gjero për të përfunduar kampionatin komplet. A kanë qenë këto objektivat e klubit, synimit që të mos me ranë në ligë pak më poshtë se liga e 2? Pikërisht na kena fillu me 6-7 shkurt, edhe që atër jem konë, s'keshëm trajneri, na konë 2 treninga veç u të bënëm lejtarët me fillu me servit, janë nësë me servit, hale nuk ishëm pozicionu si trajner, edhe të bisedu me klubit, kam pas edhe bisedime me trajnera jashtë komunës Fushë Kosovës për shembull, po nuk kanë mujt me gjetë gjuhë përbashkët, edhe mu më kanë afru një pozitë, u kanë e vështirë për mu për shembull me lanë karrierën e futbollistit të moshën 34 vjeçare, besoj që në ligë parë kisha shtyë edhe pak, po. Edhe masanej kena bisedu, e kom marrë ekipen, po jena kanë shumë keq, objektivat e klubit janë kanë vetëm mbetjen e ligë 2, edhe vetë s'kom besu që kom mujt me pas këtë sukses që e kam tash me këtë ekip, që thash edhe ma herët është musha shumë e rej në ekip. Synimet e Nasufit në të arme, si trajner, si tash futbolist, veç ndashta në i tërnirë më nëshme lu, këtë me që pensionu, ose më s'pja bënë se për tjeri Barcelonës më këthi dhe nërë. Jo, po tash besoj që synimet kryesorët mijat janë fokusu veç të trajnerit, normal do të me pas disiplin që shtë thash ma heret, me punu shumë, me pas një ri, me ledzu literaturë të mjaftushme, tash po kena mujna me veç atë dënë më bo, se më nësh më bo në qëfëse e dënë, qëfëse se dënë, normal bëdja Allah është, së më nësh më konë me më rri disko e ma lartë si trejner. Okej, do të largësh Fushë Kosovën për ligës 2, nëse vazhdo me qëndru si trejner, me shku në ligë të parë, vitin tjetër për bjenë. Besej që po, në qëfëse thash në merë, në qëfëse kemë mbështetje financiare, ka kryesia klubit, po një kësë në qëfëse dikush afrohet ofër klubit, besej që me shumë pak përforcime dhe shumë Fushë Kosovën ato ku e ka venin ligë të parë. Mirë, Nasuf Berisha, faleminderit, ish trajner, ish kapiten edhe trajner tash, faleminderit për kohën edhe katishmërinë, edhe po shpresoj që jote në Fushë Kosova, po kushdo që ka ambicje, dashurin ndaj klubit, ndaj futbollit, me ecë përpara. Të tjerët, kush se donë, s'kem që mi bu kërkujt. Faleminderit shumë për kohën edhe për ftesën që ma keni ba. E kam e një pjesë në dhëratës. Edhe një dhëratë, hajde, po, që bashkë të po e marim. është? është një ndres besoj që kite, por kjo nuk është e re. Le të bëhet pjesë e koleksionit, pse jo? Është e vajt, edhe besoj që e meriton. Faleminderit shumë, Nasuf Berisha, faleminderit. Respekt.